Përkeqësimi i kushteve atmosferike në Shqipëri ka bërë që autoriteti portuali i Vlorës të ndalojë lundrimin e mjeteve të vogla dhe atyre të peshkimit nga data 23 deri në datën 25 mars. Gjithë bregdeti shqiptar duke filluar nga ora 8:00 datë 23 mars 2025 do të përfshihet me erë të fortë dhe dallë të mëdha. Për të shmangur rreziqe që mund të sjellë ky mot i përkeqësuar, autoriteti portual ka urdhëruar pezullimin e linjës së tragjeteve Vlorë-Brindisi, Vlorë për pasagjer dhe automjete dhe linjës Durrës-Bari-Durrës. Po kështu ndalohen të gjitha lundrimet e mjeteve të vogla dhe anijeve të peshkimit në det të hapur duke filluar nga ora 6 të mëngjesit e datës 23 mars 2025. Për të shmangur rreziqe që mund të sjellë ky mot i përkeqësuar, autoritetet detare u bën thirrje të gjitha subjekteve që operojnë në këtë fushë të marrin masa për sigurimin e mjeteve në porte dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazheve të mjeteve lundruese. Ndalohen të gjitha lundrimet e mjeteve të vogla dhe anijeve të peshkimit në det të hapur duke filluar nga ora 6 të mëngjesit e datës 23 mars 2025. Drejtuesit e mjeteve detare duhet të marrin masa sigurie duke marrë parasysh kushtet e vështira hidrometeorologjike. Kushtet hidrometeorologjike për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit pritet të përmirësohen pas orës 8:00 të datës 25 mars 2025. Autoriteti bën thirrje të gjithë operatorëve detar dhe qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal dhe të ndjekin njoftime zyrtare.